Vendim politik për shkak të zgjedhjeve, ka ndërgu fotografi që janë konë fushat me Albin Kurtin e janë antar bordi, dhe me thonë pi fushatës, pi autobusit, del aty, pa problem. ZRE nuk e ka rrit çmimin e energjisë elektrike, janin, është ky vendim për shkak të zgjedhjeve, apo nuk kena nevojë për rritje të çmimit? Vendim politik për shkak të zgjedhjeve, pse edhe në raportin e ZRE-s shihet që ka pas rritje të importit, rënje të prodhimit, mirë po kur është bo raporti përfundimtar, ka nërë përfundim që mos mi rrit tarifat energjisë elektrike, duhet me qartësu, na e kam thonë edhe marrë, nuk kena pse me pagu rritjen e tarifat të energjisë elektrike, edhe nuk kena pas kur gjë, as forcë madhore, as gabim në të arsyeshëm, të justifikueshëm për me pagu. Kanë reflektu për shkak të presionit që ka ndodhë, edhe për shkak të mundësisë në humbje, jo në humbje përgjithshme, po në ndikim në rezultate e zgjedhjeve. Njëjtë ka ndodhur veç ta kemi qartë, njëjtë kena pas edhe vitin e kaluar zgjedhje. As është bordi i ZRE-s për shembull i pavarura? Thuhet që është i pavarur, po nuk është i pavarur, ku puna aty ne e ka tregu. Ki njerëz për shembull më kanë dërgu fotografi që janë konë fushat me Albin Kurtin e janë antar bordi, dhe me thonë pi fushatës, pi autobusit, del aty, pa problem. Edhe se votojnë prej kuvendit, por çka du me tregu është që vitin e kaluar ka pas zgjedhje njëjtë, po është rritë energjia elektrike, po presioni kësaj here mediatik, politik, në gjitha anët ka bo që mos me rritë tarifat e energjisë elektrike. E mas zgjedhjeve të shkurtit, për shembull, janë rrit çmimet. Po flasim mas zgjedhjeve. Po ka pas krizë, do me thonë janë prit prap zgjedhjet, se u shike që qeveria nuk po bëhet, po prap janë rrit tarifat e energjisë elektrike, pra nuk janë vetëm zgjedhjet. Po këtë herë presioni madhe ka bo që më konë në zgjedhjet gjithashtu, edhe llogaridhënia, se shoh dhe raporti përfundimtar ka ndryshuar tash në ZRE.